Situata është jo veç se të rëndësishme, por edhe fort urgjente. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, këto 4 vjet ishin të vetëvendosjes dhe të Mitrovicës. Kjo dekadë është e Mitrovicës dhe e vetëvendosjes. E ky shekull është i Republikës dhe i shqiptarëve. Këto 4 vjet së bashku kemi bërë hapat mëdhej përpara. Kemi forcu shtetin, kemi përmirësuar jetën e qytetarëve dhe e kemi rikthyer dinjitetin nëpërmjet punës e ndershmërisë. Mitrovicën e kemi normalizuar me rend e me ligj, me guxim dhe vendosmëri, me vizion dhe dashuri, dhe ju faleminderit të gjithëve secilin për mbështetjen e pakursyer që na keni dhënë në këtë mision fisnik tonin përbashkët. Për Mitrovicën kemi ndërtuar edhe ura edhe rrugë. 2 ura mbi lumin Ibër, njërën tashmë sërish cili do për juve këtu e ka të qartë, sepse e ka kaluar së paku një herë deri më tani, dhe tjetra e cila po ndërtohet me shpejtësi, si dhe afër 100 km rrugë në veri të Mitrovicës dhe rrugën nga Prishtina në Mitrovicë, e cila tash bëhet për më pak se 30 minuta. E në Mitrovicë po e rinovojmë edhe stadiumin Adem Jashari, që do të jetë ndër më modernët në rajon, tejet i rëndësishëm për lojrat mesdhetare 2030. Në raundin e parë, para 4 javëve, kemi folur shumë qartë. Mjaft me mashtrime, mjaft me këtë qeverisje, Mitrovica nuk thyhet, tash është koha për vendim. Mitrovica ka nevojë për ekonomi që përshpejton zhvillimin, e këtë e bëjmë bashkë, ndërmarrësit e shumt, bizneset e vogla, mërgata investuese. E me këtë rast, unë duhet të theksoj që sot është dita e fundit që bashkëdhetarët tonë që janë të regjistruar për votim me post ta kryejnë këtë obligim. Por ata të cilët nuk janë regjistruar për të votuar me post, shpresoj që ose tashmë kanë mrinë Mitrovicë për të votu fizikisht, ose janë diku rrugës, po nesër në orët e hershmet mëngjesit do të shkojnë në vend votime, sepse aty e kanë emrin e mbiemrin e kryetarit të ardhshëm të numri 105 Faton Peci. Me Fatonin kryetar do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovicë, poliklinikën e re stomatologjike, implantet e ujrave të zeza dhe menaxhimin e mirë të mbeturinave. Do të rregullojmë hyrjet e qytetit, shtratin e Ibrit e të Sitnicës. Qarshia e vjetër do të rikthehet. Ndërtojmë ura të reja, rrugë të reja, ujë të pishëm, drejtësim parqe, banim të përballueshëm. Qytet që funksionon, qytet që rritet, Mitrovicë e gjelbër, Mitrovicë e pastër, parqe, lumejt kthjellë, mbrojtje e mjedisit,
turizm rural e bujqësi moderne. Mitrovica fiton kur punojmë vrullshëm bashk. Qytet që prodhon mundësi, jo probleme. Mundësi për gjithë, punësimi ndershëm, arsim dhe edukim, shëndetësie digitalizuar, qerdhe të reja, shkolla të reja, sport dhe kultur për vajzat dhe djemt e qendra inovacioni. Edhe gratë, në veçanti gratë, fuqizohen. Gratë e Mitrovicës nuk presin leje, ato hapin rrugë. Ato kanë durimin, fuqin dhe guximin për të ndryshuar për të mirë qytetin. Personat me nevojat veçanta janë pjesë, jo shtesë. Këtu do të ketë dignitet, këtu do të ketë hapësirë për secilin. Qeverisja jon e vetëvendosjes e me Faton Pecin, kryetar të Mitrovicës, nuk e lë askë mbrapa. Mitrovica, si qytet me rëndësi për ekonominë dhe sigurinë e vendit, ka nevojë për një kryetar që guxon. Mitrovicës i duhet një kryetar me përvojë në qeverisje qendrore, që çdo derë e çdo linjë e ka të hapur dhe nuk humb kohë për të sjellë rezultate sa më të mëdha, sa më të shpejta qytetarëve. Faton Peci e sjell bashkëpunimin me qeverinë qendrore për një qytet që funksionon dhe nuk mbetet peng i politikave të ngushta. Kundër kandidati i Fatonit është përfaqësues fatkeqësisht i interesave të vjetra e të ngushta të klaneve të PDK-s. Pra, ripërsëritje e së shkuarës që maskohet si ardhme. Nuk kemi nevojë për të, kemi nevojë për Faton Pecin, kryetar të ardhshëm të Mitrovicës. Vizioni yni i përbashkët për Mitrovicën është ky: zhvillim i qëndrueshëm, spitali i ri, poliklinika stomatologjike, impjanti ujrave të zeza, menaxhimi i mbeturinave dhe rregullimi i hyrjeve të qytetit. Qytet funksional dhe i gjelbërt, pra rrugë të reja, ujë i pishëm, drejtësim, parqe, banesa të përballueshme, ekonomi që krijon mundësi, mbështetje për ndërmarrësit, startupet, bizneset e reja, mërgatën investuese dhe sidomos bizneset e vogla familjare, arsim që rrit, edukon dhe zhvillon, qerdhe dhe shkolla të reja, sport dhe qendra rinore dhe në veçanti shpirtin ndërmarrës i rinisë son, duke e lidhur tregun e punës me aftësimin profesional. Barazi shoqërore, fuqizim i grave e i personave me nevojat veçanta, punë dhe dinjitet. Mos harroni të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi se ideja e ndarjes së Mitrovicës është ndruar në projekt vetëm atëherë kur ka gjetur miq në mesin e shqiptarëve në jug të Ibrit. Me ardhjen tonë qeveri qendrore, projekti i ndarjes ka dështuar, por ideja është ende gjallë. Me lëvizjen vetëvendosje dhe me Fatonin kryetar të Mitrovicës, ja japim goditjen vdekjepruese edhe idesë së ndarjes. Sepse nuk do të ketë ndarja si ide miq as në Prishtinë e as në Mitrovicë. Kjo gjë vendoset të dielën nesër me 9 nëntor. Andaj, me Fatonin kryetar të Mitrovicës, me Glaukun, Donikën, mua dhe gjithë që jemi bashkë këtu rreth Fatonit, e keni të garantuar që do të ketë veç se bashkim, e kurse si ndarje 100%, 105%, 105%. Situata është jo veç se të rëndësishme, por edhe fort urgjente. Mitrovicë e kemi pa koalicionin parazgjedhor PDK-LDK.
ashtu po duan ta bëjnë edhe në Prishtinë, ku e kemi tubimin pas këtij këtu. Dhe atë jo vetëm për balotazh. Ju të gjithë e keni parë nën kryetaren e LDK-s duke na shpalosur planin e tyre për Mitrovicën. Ajo tha se për ta situata në veri të Mitrovicës është abnormale dhe se duhet të rikthehet normaliteti. Duhet të kthehemi si pasaj aty ku e ka lënë Edita Tahiri e PDK-s. E ju e dini fort mirë se ku dhe si e ka lënë PDK-ja veriun e vendit. Por ata duhet ta dinë se nuk ka kthim prapa, nuk kthehet Mitrovica prapa, Mitrovica ecën përpara me vetëvendosjen dhe me Fatën Pesin, kryetar të komunës.